Para 2 ditësh, policia u njoftua se në fshatin Shtyllas ishte plagosur me mjet prerës një shtetas dhe menjëherë kanë shkuar në vendngjarje ku kapën në kohë dhe shoqëruan një nga autorët e dyshuar. Shtetasi PP dhe djali i tij shtetasi NP dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta kanë goditur me mjet prerës së pat që u sekuestrua shtetasin LM 58 vjeç, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve kundër personit bën arrestimin në flagrancë të shtetasit PP, 63 vjeç për veprën penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë. Djali i tij, NP, 40 vjeç, banues në fshatin Shtyllas, u kap më vonë duke tentuar të largohej për në shtetin grek. Pas disa orë kërkimesh të pandërprera, shërbimet e komisariatit dhe të drejtorisë vendore të policisë Fier kanë marrë informacion se autori po largohej në drejtim të Sarandës. Forcat operacionale të komisariatit të policisë Fier janë vënë në ndjekje të tij dhe në bashkëpunim me komisariatin e policisë Sarand bën të mundur kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim NP 40 vjeç në momentin që po hipte në autobusin e Konispolit me qëllim që të largohej për në Greqi. Në vijim të veprimeve procedurale u bë ndalimi i këtij shtetasi për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë. Materialet i kaluan për veprime të mëtejshme prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier.